Në prag të festës së Kurban Bajramit, patëm kënaqësinë të vizitojmë medresin Mehmet Fati në Toz, ku njohëm nga afër me atmosferën dhe jetën shkollore në këtë institucion arsimore fetar. Gjatë kësaj vizite zhvilluan biseda me nxënësit, si dhe me profesoreshën Vaida Gjoković Murić, e cila foli për zhvillimin e procesit mësimor në medrese. Ajo theksoi se përveç lëndëve të përgjithshme dhe njohurive fetare, nxënësve u kushtohet të rëndësi e veçantë edukimit moral dhe vlerave njerëzore, të cilat ndihmojnë në formimin e tyre si individ të përgjegjshëm dhe të dobishëm për shoqërinë. Gjithashtu ajo ndau mesazhe mbi rëndësinë dhe simbolikën e festës së Kurban Bajramit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Së pari dëshiroj që të uroj Kurban Bajramin të gjithë besimtarve, pra të gjithë muslimanve, dhe shpresoj që po kalojnë një harmoni, do të thot një çastet e bukura të Bajramit me familjen dhe me gjithë vetit. Vetë Kurban Bajramin apo vetë vlerën e Kurban Bajramit të flasim për të, me nxënësat e medresesë kalojmë gjatë gjithë vitit. Po të flasim për lëndën e historisë islame në të cilën mësojmë për profetin Ibrahimin a.s. dhe djalin e tij Ismailit, ku Allahu xhaleshanuhu ja dha mbas shumë vitesh si dhuratë. Dhe ai kishte djalin e vet si çdo prindër, diçka më të shenjtë. Ndërsa Allahu xhaleshanuhu mbas disa kohë kërkoi që ai ta sakrifikoj, ta sprovoj me një sprovën më të madhe. Çfarë do të thotë që ti o Ibrahim, çfarë do të bësh ti nëse unë do kërkoj nga ti që djalin e vet ta sakrifikosh. Vetë Ibrahimi a.s. dhe me djalin e tij Ismailin ishin gati në urdhën e Allahut xhaleshanuhu. Asnjëherë as që dyshuan nga ajo, ishte e vështirë, por thot Allahu ma ka dhënë, edhe ai Allahut është. Shpesh herë flasim për sakrificën edhe nga lënda e ahlakut. Çfarë do të thot kur një prindër është gati, unë shpesh dëshiroj me nxënëse medresës të flas dhe e bëj me jetën e përditshme. Çfarë do thot Kurban Bajrami? Çfarë do thot të sakrifikosh, të japsh mundin një gjaje, të besosh në Allahun xhaleshanuhu dhe në shpërblimin e tij. Vetë nxënësit, po edhe vetë prindrit e nxënësve, të cilët dëshiroj t'i përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame përmes do të thot kësaj rruge, përmes kësaj mënyre, të falenderoj për amanetin e dhënë, sepse nuk është e lehtë që një nxënës nga Ulcini, nga Tivari, nga Rozhaja, nga Bjellopolja e tjera, të vinë në moshën më delikate, nga 14-15 vjeç deri në atë moshën 18 vjeç, edhe vetë prindit janë ata që po i sakrifikojnë, po ashtu edhe gjithashtu edhe nxënësit. Lajnë shoqërinë, familjen, ndoshta shkollën ku kishin pas më shumë, po të them liri, që ata mendojnë se është liri, 14 vjeçar deri në atë moshën 18 vjeçare, por vinë edhe prapë zgjodhin medresen, edhe shpesh ju thom, sakrifica është edhe kjo. Sepse Kurban Bajramit nuk na mëson se veç ai gjaku nga kurbani i thurur, apo veç ai mishi nga kurbani i thurur, nuk do të thotë se është ajo gjitha çka kërkon Allahu xhaleshanuhu nga na, po t'jenë fest e faljes, fest e mbledhjes, fest e diçkaje që do të na bashkojë me njëri tjetrin. Shpesh herë e dim se gjithë jetojmë në një kohë ku jeta është shumë e shpejtë, edhe posaçërisht nxënësit në medrese vinë nga një vit janë larg nga shtëpia e veta, përveç se në sezonin e verës ku shpesh edhe punojnë, thon, përdorni përveç muajit Ramazanit edhe Kurban Bajramin që të afroheni me njëri tjetrin, të shkoni të vizitoni gjithë ata cilë ndoshta gjatë gjithë vitit nuk keni pas mundësi. Ndërsa mundohemi të afrojmë me shumë vlera të ndryshme, ta mësojnë edhe ta dinë çfarë do thotë kjo, ta përjetojnë Kurban Bajramin me dua të ndryshme, sepse janë edhe ditët e muajit të shenjtë, shpesh herë profesorët dhe profesoresha që shkojnë apo nga Bashkia Islame, nga medreseja në haxh, po edhe prindrit e nxënësve na lajmërohen me foto nga qabja, me duat, dhe me të vërtetë kemi një amanet madh ty ne, por edhe besimin nga prindrit, të cilët janë të gatshëm në çdo kohë që i thirrim për çdo lloj problemi apo për do të thotë ndonjë shpërblim gjëra të ndryshme, dhe vërtet unë jam kujdestare e vitit të parë do të thotë në gjën shqipe, dhe kam kënaqësi që i kam nxënësit dhe nxënëset
përveç nga tuzi me rrethin, do thotë në gjën shqipe I kam edhe nga ulçini dhe me të vërtet gjithë ne jemi e me të kënaqur. Shpresojmë shpejt inshallah se do të hapet edhe medreseja në Ulçin, ku prindit ndoshta do ta kenë edhe më lehtë pak, sepse është një rrugë bagi edhe I gjatë edhe çdo vikend edhe harxhin, po gjitha këto me besimin edhe prindrit edhe nxënësit se vetëm për hir të Zotit. Në rastin e kësaj feste të shenjtë, dhe nxënësit e medreses Mehmet Fati folën për domethënien e Kurban Bajramit, duke vënë pa mesazhet e solidaritetit, sakrificës dhe humanizmit që përcjell kjo festë. Ata gjithashtu shprehin mirënjohjen për medresen, duke theksuar se kjo shkollë ndër vite u ka ofruar jo vetëm dije dhe edukim, por edhe mbështetjen e formimin e karakterit dhe vlerave të tyre jetësore. Kurban Bajrami për ne ka një domethënie dhe ka një kuptim shumë të thellë. Ai na mëson sakrificë, por po ashtu edhe na mëson lidhjen dhe afrimin me Allahun xhaleshanuhu. Ai po ashtu na mëson edhe vlera të ndryshme, si për shembull bashkimi me të tjerët, po ashtu edhe ndihma e tjerëve, edhe ndihma atyre që nuk kanë. Mëngjesi Bajramit në familjen tonë fillon herët në mëngjes me zimin e babait dhe nënës në fillim. Pastaj përgatisim teshat, rrobat, I kryejmë edhe punët e fundit që na kanë mbetur nga Bajrami, për Bajramin, dhe përsjellim djemt në xhami dhe veshemi me teshat që I kemi përgatitur për këtë ditë të veçantë. Të ndihmosh të tjera gjatë Bajramit është shumë e rëndësishme, për arsye se Kurban Bajrami na shërben jo vetëm si fest apo jo vetëm si festim, por është edhe një rast apo një shembull I ndihmës së të tjerëve, po ashtu edhe ndihma ndaj tjerëve shërben edhe si një mundësi që kësaj feste t'i jap një kuptim më të thellë. Mesazhi që na përcjell dita Kurban Bajramit tek të rinjt është se në një botë ku na nxit të jemi materialista, pasuria më e madhe nuk është ajo që ti e mban për vete, por është ajo që ju e ndani me të tjerët dhe me njerëzit e dashur dhe me familjarët. Një mesazh që do ja dërgoja bashkëmoshatarëve të mi do ishte që të ndihmojnë njëri tjetrin, po ashtu edhe të jenë më të bashkuar edhe të ndihmojnë edhe të tjerët, e sidomos ata që nuk kanë. Po ashtu mendoj se është shumë e rëndësishme që ata të kujtohen se kjo festë nuk është vetëm festë e thjeshtë, por është një festë e cila na përkujton vlerat morale dhe vlerat fetare që Allahu xhaleshanuhu na ka caktuar. Gjatë Bajramit do të thotë çdo shtëpi përgatit shumë ëmbëlsira të ndryshme dhe shumë ëmbëlsira të mira, por mendoj se një nga ëmbëlsirat më të veçanta është baklava, për arsye se është traditë në çdo familje. Jeta në medrese është një udhëtim I bukur përmes disiplinës, sakrificave dhe formimit të karakterit. Po ashtu është edhe një ambient ku shkenca, dija dhe feja harmonizohen me njëra tjetrën dhe na formojnë përpos që na formojnë profesionalisht, ato na formojnë edhe na bëjnë njerëz me vlera morale. Fjala medrese për mua vërtet ka një kuptim shumë të thellë, nuk ka qenë vetëm një institucion apo një vend shkollimi, por për mua ka qenë edhe si një shtëpi e dytë. Aty jo vetëm se kemi kërkuar dijen me përulësi, por po ashtu kemi formuar edhe morale të larta, edhe vlera të larta. Mendoj se ka qenë një vend ku na ka pritur me duar të hapura, por po ashtu edhe na ka formuar si njerëz edhe na ka formuar karakter më të fortë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht ju falenderoj juve, stafin e televizionit të UTA për ftesën këtë ditë festive. Çfarë do të thotë për mua festa Kurban Bajramit? Festa Kurban Bajramit për mua do të thotë një sakrificë. Pse e them sakrificë? Sakrificë për faktin se Allahu Azza wa Jall gjatë kësaj feste na ka urdhëruar neve, na ka urdhëruar që të bëjmë kurban apo të shpërndajmë diçka nga pasuria jonë, shpërndajmë diçka për hatër të Allahut Azza wa Jall. Sikurse edhe Fitr Bajramin ku Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar neve që ta xherojmë, që të privohemi nga ushqimi dhe nga pija për gjatë një muaji. Edhe gjatë kësaj feste, Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar neve që të bëjmë kurban edhe një pjesë të pasurisë tonë ta shpërndajmë sipas traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E si është tradita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tradita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që me shpërnda kurbanin në 3 pjesë. Pra një pjesë me nda për familjen, një pjesë për të afërmit, me nda që më ushqyp me të afërmit së bashku, edhe një pjesë për njerëzit nevojë. Pra,
Allahu Azza wa Jall ka dasht me këtë fest, ka dasht që me këtë urdhër që na ka jap neve, ka dash me pas se cili prej besimtarëve të tij është nxjellje që një pjesë prej pasurisë të tij me cilën e ka bogatuar Allahu Azza wa Jall është nxjellje me da me tjerët, edhe është falënderues Allahut Azza wa Jall. Një moment veçantë në momentin e Bajramit, në mëngjesin e Bajramit, është kur pasi që falim namazin e Bajramit, pasi që meshkujt shkojmë dhe falim namazin e Bajramit, femrat na presin të shtëpia për arsye se nuk e kanë obligim që me marr pjesë në faljen e namazit Bajramit, edhe na presin të shtëpia, edhe na e çujmë fshatin tonë ku jetojmë, na e çujmë atë e çujmë me çu Bajramin të shtëpia. Pra është një moment special ku sa përfundojmë faljen e namazit Bajramit, djemt apo burrat të cilët shkojnë në xhami edhe përfundojmë namazin, përshëndesim ata që kanë në xhamatin që kanë në xhami, të afërmit që kanë në xhami, edhe shkojmë te shtëpia, edhe çojmë Bajramin te shtëpia, edhe bëjmë Bajram me pjesëtarët e familjes. Si për shembull në rastin tem me gjyshen, me nanën apo me motrën, e pasi bëjmë Bajram te shtëpia, pasi përshëndetna, atëherën vazhdojmë edhe përshëndesim edhe vizitojmë shtëpitë e tjera si në përqenja apo të afërmit. T'ju ndihmojmë njerëzve të tjerë, jo që është e rëndësishme gjatë festës Kurban Bajramit, por është e rëndësishme gjatë çdo ditës jetës tonë. Pra është një prej veprave, të jesh i dobishëm për njerëzit, t'ju ndihmosh njerëzve tjerë, është një prej veprave e cila është ma e preferuar te Allahu Azza wa Jall. Edhe këtë na thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ku tha, i pyeti sahabët e tij dhe ju tha, a doni me ditë, ju tha, se cili është personi më i mirë prej besimtarëve, cili është personi më i mirë në rrezullin toksor. Edhe i thonë sahabët, i thonë, kush është ja Resulullah? Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju tha, personi më i mirë në rrezullin toksor, tha, është ai person i cili është më i dobishëm për njerëzit. Edhe kur flasim për mecen i dobishëm për njerëzit tjerë, gjaja e parë e cila neve na shkon mend është që mecen i dobishëm në mënyrë financiare, apo vetëm me ju dhuru parë njerëzve në nevojë, me ju dhuru diçka materiale njerëzve në nevojë. Por nuk është vetëm kjo mecen i dobishëm. Mecen i dobishëm është në shumë aspekte. Mecen i dobishëm, një person i cili i ka çuar Allahu Azza wa Jall dituri, edhe ajo dituri është shpërndan, ai konsiderohet se është një person i dobishëm. Një person i cili ju flet mirë njerëzve, i përshëndet njerëzit, edhe përshëndetja e tij edhe fjala e tij e mirë ju çon buzëqeshje në fytyrën e tyre edhe ju çon kënaqësi në zemrën tyre, ai person është konsiderohet si tjetër person i dobishëm. Apo edhe më e pakta, se çka konsiderohet një person mecen i dobishëm, është që nëse një vllai i yt besimtar është i përjetu, është i kalu një fazë të vështirë emocionale, mjafton që me shku edhe me ngushëlly. Edhe nëse si thua si fjalë vetëm mecen aty afër me te, edhe ky person është i dobishëm, dhe tregohet një ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pasi që akuzun Aishën radiallahu anha, nanën e besimtarëve, e akuzun për imoralitet. Edhe Aisha radiallahu anha ishte shumë e mërzitur edhe qëndroi në shtëpinë e saj, nuk doli prej shtëpisë saj gati një muaj ditë, derisa zbriti ajeti kuranor i cili e vërtetoi pafajësinë e saj. Edhe kur zbriti ajeti kuranor, Aisha radiallahu anha kur doli prej shtëpisë saj tha, nuk ja harroj, tha, kurrë një mirësi që më ka bën një gru. Edhe e pyeten çfarë mirësie të ka bën. Për çdo ditë tha Aisha radiallahu anha që kam qenë në shtëpi, prej mëngjes deri në darkë kam qenë. Edhe një gru prej ensarve, nuk e kam njoft kush është, por një gru prej ensarve ka ardhur në shtëpitë unë prej mëngjes deri në darkë, vetëm është ul edhe ka kja me mu, nuk ka bë askur gjë tjetër, vetëm është ul edhe ka kja me mu prej mëngjes deri në darkë. Kur ka ardhur darka, atëherën është dashur mu largu te familja e saj. Nuk ja harroj kurrë tha këtë mirësi, pra duhet me pasi gjë parasysh se gjatë çdo ditës tjetës sonë duhet jemi dobishëm për njerëz, duhet ju ndihmojmë njerëzve në çfarë do lloj mundësie që kemi. Qoftë është ajo financiare, a është në mënyrë fizike me ju ndihmu me ndonjë punë apo me shpërnda dije, është një vepër cilën Allahu Azza wa Jall e pëlqen shumë, edhe që ndashti i madh i Allah do ta shpërblej kur dalim ditën e gjykimit para tij.
të rinjt, një porosit që mund të mësojnë nga festa e Kurban Bajramit është se në çdo moment të jetës tonë duhet të jemi modest dhe duhet të jemi bujar. Duhet të jemi falënderues Allahut Azza wa Jall për të gjitha mirësitë që na i ka çu, edhe për atyre begative edhe mirësive që na ka çu Allahu Azza wa Jall, duhet na mundu më shpërndo më shumë. Duhet na pas një gjë gjithmonë parasysh. Duhet na pas parasysh faktin që Allahu Azza wa Jall është i plot fuqishmi. Edhe çdo të mirë, çdo begati që e kena është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Edhe nëse na tregohna kuprac, tregohna dorë shtrëngum, edhe nuk e shpërndam atë që Allahu Azza wa Jall na ka dhuru neve, me atë që Allahu Azza wa Jall na ka begatu neve, atëherë është shumë e lehtë për Allahun Azza wa Jall që më na marr atë edhe më na privu prej asaj pasurie. Kurse në anën tjetër, kur një besimtar është modest, kur një besimtar është falënderues Allahut Azza wa Jall për të mirat që i ka çu, edhe shpërndan një pjesë prej pasurisë të tij, e shpërndan një pjesë me ata cilët kanë nevojë, ç'a ndodhen me atë person? Tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, la in shakartum la azidannakum, falënderoni mua se unë ju shtoj të mirat e juve. Për më ilustru më mirë me një ngjarje, një person shkoi te Musa alayhi salam edhe i tha: "O Musa, ama lut madhin, Allah i tha me mashtu pasuri." Edhe Musa alayhi salam shkoi te Allahu Azza wa Jall dhe i tha: "Ja Allah," i tha, "një robi yti është i kërku që ti me ashtu pasurinë atij." Edhe i tha Allahu Azza wa Jall, i tha Musa alayhi salam, i tha: "O Musa," i tha, "pyete robin tem se kur dën me aqu pasunin, a dën me aqu pasunin në rini apo dën me aqu në pleçni." Edhe shkoi Musa alayhi salam te ky personi edhe i tha: "Më tha Allahu me të pyet kur ke dëshirë me ta çu pasurinë, a ke qef me ta çu në rini apo ke dëshirë me ta çu në pleçni?" Edhe ky personi i tha: "Në rini kam qef," i tha, "me ma çu." Edhe padyshim është një përgjigje që secili prej nesh do kishim bë. Kur ke qef Allahu Azza wa Jall me të begatu me pasurinë jetën e kësaj bote, do të thonë që është një zgjedhje që secili prej nesh e kishte bë. Edhe këtij personit Allahu Azza wa Jall ja çon pasurinë, ja çon në rini. Edhe kalojnë shumë vite, edhe këtij personit jo vetëm që nuk i pakohej pasuria, por Allahu Azza wa Jall dita ditës ja shtonte pasurinë edhe më shumë. Edhe Musa alayhi salam i habitur me këtë fakt, shkoi te Allahu Azza wa Jall dhe pyeti, i tha: "O Allah," i tha, "ti personit që të kërkoj pasurinë në rini, ti ja premtove në rini, po në pleçni jo që nuk ja more atë, po ja shtova atë edhe më shumë. Pse jo Allah?" Edhe i tha Allahu Azza wa Jall, i tha Musa alayhi salam: "O Musa," i tha, "pasunin," i tha, "rini ja shqova unë, anë pleçni e ka fitu vetë." Musa alayhi salam i habitur me përgjigjen Allahut Azza wa Jall, i tha: "Ja Allah," i tha, "si e ka fitu vetë, si është e mujtur që krejt këtë pasuri e ka fitu vetë?" Edhe i tha Allahu Azza wa Jall, i tha Musa alayhi salam: "O Musa," i tha, "sa herë që unë i çoja atij, sa herë që e begatoja me berecet në jetën e kësaj bote, sa herë që i çoja pasuri, ai ishte falënderues për atë pasuri që unë i çoja, edhe një pjesë të asaj pasuri e shpërndate me tjerë. Andaj unë ja shtova pasurinë edhe më shumë." Pra siç e shohim, një person i cili është bujar, i cili është modest, e falënderon Allahun për ata që ja ka çu, edhe për asaj pasurisë që i ka çu Allahu Azza wa Jall, shpërndan me tjerë, një herë do ta ketë shpërblimin në jetën e kësaj bote. Allahu Azza wa Jall do t'ia shtoj pasurinë në jetën e kësaj bote, e pastaj ndashti madhi Allah do ta ketë shpërblimin edhe kur dal në ahiret para tij. Duke e marrë parasysh faktin se në jetën e kësaj bote jemi të angazhuar shumë me punë. Edhe nga një herë kja puna jonë e përditshme, na largon prej lidhjeve farefisnore, apo të themi ndryshe, për shkak se jena të angazhuar shumë me punë, harrojmë ndonjëherë se kena farefis, harrojmë ndonjëherë se kena të afërm, edhe harrojmë se duhet me mbajt lidhjet farefisnore. Sa është e rëndësishme me mbajt lidhjet farefisnore? Allahu Azza wa Jall shpesh herën na thot neve në Kur'an, na urdhëron neve në Kur'an si t'i ruajmë lidhjet farefisnore. Madje një nga prej porosive të para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur arritin Medinë, ishte që t'i ruani lidhjet farefisnore. Duhet me cek faktin se ruajtja e lidhjeve farefisnore është një prej kushteve ma kryesore që Allahu Azza wa Jall një personit mi çu rrezik edhe berecet në jetën e kësaj bote.
tregohet një ngjarje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku para se të shkonin një betejë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mblodhi gjithë sahabët edhe ju tha, do të bohna, ju tha, edhe do t'i bëm lutje Allahut azza wa xal që me na ndihmu në këtë betejë, me na ndihmu që me fitu këtë betejë. Edhe u mblodhen gjithë, po para se me fillu lutjen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve të tij edhe ju tha, a është ju tha ndonjëri për jush që i ka shkput lidhjet farefisnore apo që nuk i ka mirë marrëdhëniet me të afërmit. Nëse është, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjëri për jush që nuk i ka shkput lidhjet farefisnore, ju lutem, ju tha, të largohet prej këtij tubimit, se kam frikë që gjunahi i tij mundet me ndiku që Allahu azza wa xal mos më na plotsu lutjen tonë. Andaj më pakta që mundem unë të i fillu privedit edhe bashkëmoshatarët e mi me bë gjatë këtij muajit Ramazanit, me bë gjatë festës Kurban Bajramit, është që me marrë telefonin, edhe me kap mi telefonu gjithë të afërmit që i kena, edhe me ju uru festën e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami na jep një mundësi që mu afru edhe një herën me i shtërngu të themi ato lidhet farefisnore cilat i kena humbë me të afërmit tonë. Ndodhin që nuk i fol me dajen apo me tezën të marrim shembull për një kohë gjatë. Duhna me ditë se kja është diçka që në jetën e kësaj bote ka mu kthy praptena. Është ligji i Allahut që njashtu si cilësh ti me të afërmit tuaj, me dajen apo me tezën, ta dish që të njëjtën mënyrë kanë mosjell edhe pasardhësit e tuaj me ty, nipi apo mesa, apo të afërmit tuaj. Kështu që ta shfrytëzojmë festën e Kurban Bajramit që edhe një herë të shtërngojmë lidhjet tona farefisnore dhe të afrohemi me të afërmit. Për ndryshim nga shkollat tjera, në medreseja është një aspekt është më veçantë, për arsye se në shkollat tjera shokët, themi shoqëria, rrin 4 vite, rrin në bankat e shkollës, rrin me njëri tjetrin, por në momentin kur përfundon mësimi, secili prej tyre largohen edhe shkojnë për shtëpiat e tyre, kurse në medrese është pak më ndryshe. Për arsye se shumica prej nesh jetojmë në konvikt. Edhe na kena edhe një jetë tjetër private mbas mësimit. Kena një shoqëri me njëri tjetrin ku gjatë gjithë kohës jena mbas mësimit jena të bashkuar me njëri tjetrin, pa marrë parasysh se a janë ata aktivitete sportive, apo kur shkojmë me hangër ushqim, apo madje edhe gjatë gjithë kohës, edhe në konvikt jena bashkë, madje edhe në momentet më intime, edhe gjumin e kalojmë bashkë. Edhe padyshim se kjo lidhje me njëri tjetrin ka ndikuar shumë te na si na mu lidh me njëri tjetrin emocionalisht. Edhe ka bereqetin e saj sepse mbas medrezës, unë kam dëgjuar edhe prej hoxhallarëve përpara apo prej nxënësave që ja kanë përfunduar shumë më herët medrezën, që edhe mbas medrezës janë mundu i kanë mbajt lidhjet me shoqërinë që kanë pasur në medreze, edhe pse ndoshta kanë qenë prej vendeve të ndryshme, i kanë mbajt lidhjet me njëri tjetrin për arsye se gjatë medrezës sa kanë qenë në medreze, gjatë gjithë kohës kanë qenë bashkë. Edhe kjo ka ndikuar si shoqënia e tyre me vazhdu edhe mas medrezës, po në disa raste deri në momenti kur janë dalë nga jeta e kësaj bote. Unë gjithashtu jam nga Ulcini, edhe kohët e fundit kemi ndëgjuar një lajm që padyshim na gëzon secilit prej neve që në të ardhmen, shumë afër dhe shumë pak kohë, dashti i madh i Allah do të hapet medreseja e vajzave në Ulcin. Kështu që është një gëzim që padyshim na gëzon gjithëve neve, edhe gjithë ata prind që kanë dëshirë mi çu fëmijët e tyre me vazhdu edukimin, me mësu për fenë e Allahut azza wa xal.